zotohem se do t'i afroj të gjithë, gjërat s'mund vazhdojnë si që kemi pasur deri tani, por besoj bën derë edhe vetës dhe LDK-s për ushtrimin e kësaj demokracie. Tani me votim të mbyllur u dha verdikti i antarësisë së LDK-s, për cilin jam falendërues, por po ashtu jam dhe mirënjohës i mbështetjes së vazhdueshme, po dhe kundërshtimeve në këtë proces përpara. Zotohem se do t'i afroj të gjithë, dhe me këtë afrim nuk kuptoj që gjej më të mirën brenda vetës, të ruaj imunitetin, por të jemi të sinqert me popullin e Kosovës dhe me vlerat themeltare që i kemi si LDK. LDK ka biratuar 2 deklarata në këtë kuvend, cilat do të bëhen publike. Njëra është mbi gjendjen politike në Republikën e Kosovës, tjetra është për organizimin e LDK-s. Ky organizim dhe riorganizim do të nisë sa më parë në mënyrë që LDK-ja të jetë funksionale në çdo degë dhe në degë gjithandej Kosovës. E në sferën politike angazhohemi për diskutime të hapura me gjithë spektrin politik me qëllim të ofrimit të një stabiliteti për të ardhmen e Republikës Kosovës. Mbështetja e sotme në këtë kuvend është po se po privilegj dhe përgjithësi. Është mbi të gjitha barë për rrugën përpara që ka LDK-ja. Kjo rrugë përpara ka emër, i thonë rrim më këmbje, dhe s'bëhet me natyrën e fituesit ose humbësit, bëhet me natyrën e parafrimit të gjithë antarësisë, dhe prandaj unë sot këtu i bëj thirrje gjithëve, pa dallim, edhe ata që kanë qenë të kënaqur me mua, po ata sidomos ata që kanë qenë të pakënaqur me politikën e LDK-s, edhe ata që kanë pas funksione të larta, të vinë, të rreshtohen prapa qëllimit përbashkët të antarësisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jemi pak, kemi nevojë për secilin, do të punojmë ta kemi secilin. Natyrisht, pas çdo vendimi të shumicës do të ketë rreshtim, prapa një ide më madhore. Kjo ide më madhore në obligon gjithëve që cilemi me përgjithësi, gjërat s'mund vazhdojnë si që kemi pasur deri tani. Procesi demokratik është proces i cili ka fillim dhe një përfundim, tash e tutje, përkatësisht nga hëna, do të kemi një angazhim strukturor gjithandej Kosovës me njerëz më të mirë që ka Lidhja Demokratike e Kosovës. I bëj thirrje gjithëve edhe një herë, dhe ata të dëshpëruarit, të larguarit, dorëhiqurit ose jo, të kthehen brenda shtëpisë së tyre politike në funksion të plot politik.